Ose ka pi në qikreki? Mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë edhe kjo dhe mbi të gjitha duhet kemi, le të themi, një ndërgjegjësim. Mua më thonë kolegët, shpesh herë më thonë, inxhinier, po, lere më burë që fletë, thot, lere e din vetë qytetarët. Pra, nuk i kushtojnë rëndësi. Puna është që se din vetë. Nuk i kushtojnë rëndësi pjesës së kujdesit që duhet të tregojnë me pjesën elektrike. Sepse rasti më ekstrem është fataliteti ku mund të humbasësh jetën. Po ne kemi me qindra raste që janë djegur bizneset, janë djegur banesat. Po, bravo, bëjë se kur e kanë kushurit parë korrentin. Nuk kemi kujdes, nuk i kushtojmë rëndësi. Ne kemi shumë edhe biznes. Ndërtojnë pabe, klabe, qofte edhe pallate. Nuk ka sensor kundër zjarrit. Është, le të themi, të vëzhduar në kokë për këtë. Pra, unë e kam ngritur zërin shpeshherë, po e ngre sa të kem fuqi, sepse rrezikohet jeta e të gjithëve. Në banesën time unë i kam bërë në shtëpinë time, po komshiu im poshtë nuk i ka bërë si duhet rrjetin elektrik. Po të bjeri zjarr atje, ku mund të shkojnë?